Pasi janë zirë pastat, I qesim me një anë të madhe edhe I jashtojmë zarzavatet. Këtu ka trangull, shept kuqe, domatet, speca, shumë gjyshe, misër, avokado. Tani ja shtoj këtë salcën pesto, salcë, ja qes. Tani pas gjithë këtyre, ju qes melmesa, vaj të lirit, pakës piper të djegës, piper të zi edhe kryp I qes të gjitha këtu. Dhe mbas melmesa natyrisht edhe vaj të lirit. Edhe të gjitha këto I përzijem I bëjmë bashk. Kjo tani është salata me pasta, edhe me perime. Pastat janë në ngjyrë kafe që kanë më shumë fibra dhe janë më të shëndetshme. Tani e servojna. Kjo pjatë është për shumë persona, nuk është vetëm për një ose për dy. Dhe kjo është servimi përfundimtar. Pasta shumë të shëndetshme me vlera shumë të larta ushqyese sepse ka perime prej më të ndryshmeve që vërtet ja vlen me përgatit dhe kanë një vlerë të lartë ushqyese. Ushqehuni shëndetshëm, mos hezitoni ta përgatitni recetën, vërtet ja vlen. Në fund fare, ma bëni follow edhe ma bëni share recetën time sepse unë normal postoj shumë recetat shëndetshme dhe të mira. Faleminderit shumë për vëmendje dhe respekt.